biznesmenët janë nuhatës të fortë dhe janë matës të fortë të situatës së re në sigurisë. Dhe ato besojnë që opozita e vendit tonë është e njëjtë me opozitën e vendit tyre. Kur opozita jonë del, unë kam qenë kundër, kam qenë në opozitë. Unë kam qenë në opozitë, kam qenë kundër komunikimit. Jo. Po pse nuk jeni në Romë shashka e bëmë bume në Gjermani? Jo, në Gjermani i hedhin. Ato grekët e dojgjën atje, e dojgjën Greqin komplet. Po, i hedhin. Po, ke gjune i politikanti nga Franca, nga Italia, në Gjermania që vjen Tiranë dhe bën politikën e brendshme, që thotë në Francë nuk jetohet, në Itali nuk jetohet. Ke parë në herë në delegacion, ke parë në herë në emision, ke parë në herë në... Dhe ne s'kemi bajtë në Francë të flasim për Shqipërinë. E gjithë opozita është drejtuar, e gjithë opozita me përjashtim ndoshta të disave është orientuar për të hedhë balë mbi Shqipëri. Nuk e kam hallin se si e ndërtojnë politikën e tyre. Balë pra sepse narko-regjim, narko-shtet, bandë kriminale, shqiptarët po drejtojnë trafikun e lëndëve narkotike në gjithë Europën, gjithë botën. Po e thonë pra se pjesa më e madhe i bazohen mbi komunikimet që forcat politike. Ne duhet ta ruajmë Shqipërinë nga kjo. Duhet të na shpjegosh çik tani edhe dua çik edhe na redi. Si mund të jetë ndier Trumpi kur Rama e trajtoi kështu si një djalë të mirë, tha, mirë, s'po ecën mirë, tha, mirë ke ecur, tha, vazhdo se. Jo, nuk besoj që komunikimi i Ramës. Se çfarë bëri Berisha sa ja futi pastaj, ha? Nuk besoj që ishte ky lloj komunikimi dhe nuk besoj që duhet të... Po pra, ju e keni parë veprimin, por leximin e bëni të gabuar. Sepse... Se cili që leximi, do me thënë, ja bënde Trumpit a isi kure ishte Kalama Kopshi? Jo, nuk ja bënde, jo, kjo e gabim se nuk trajtohet, është presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mundësia që jepet çdo lideri për të komunikuar qoftë dhe pak sekonda, qoftë dhe me gjeste, është e jashtëzakonshme, është një mundësi e cila të jepet dhe duhet lexohet drejt. Ajo është një afrimitet, pra, nuk duhet ta lexojmë edhe në këtë, mos ta lexojmë nga ana personale edhe individuale e dy personave. Nëse të fut gishtin në burë, se ka të fare për një sekundë, që a thua di? Po pra, ai ka gjitha mundësitë dhe nuk të lën të bësh këto veprime siç i lexojmë ne këtu. Faj, e kuptuam që e mbrojtë qeverinë. Tani, për mendimin tim... Atë se marri të shkretin, se shumë i mirë. Është me i mirë se që duhet, por lëre, se di unë. Si është as... Tani të lëm redi. Të lëm që kredi se redi... Unë i bëj komunikimet si që ndjenë, si që pëlqen. Një ishte potet e bërë drejtor postet. Lere me, atë këtu e bëm, këtu ishte. E kishim këtu në, jam, pasë sa ditë ishte. E tjenë, qao vla. Na merë dhe fajikun, ha. Jo, çështja me bordën e paqes është një veprim shumë i nxituar. Unë edhe kur erdhi puna për të votuar për të, pra abstenova, pikërisht sepse e konsideroj një veprim shumë të nxituar dhe këtë gjë e theksuan edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme që vizituan Shqipërinë para pak ditësh, pra, ja drejtuan këtë pyetje madje vetë Taulant Ballës, që ç'ka nevoja për një nxitim kaq të madh, kur gjithë po, i dha një përgjigje që Shqipëria ka një marrëdhënie të veçantë me SBA-t dhe prandaj për hir të kësaj marrëdhënie të veçantë, po pikërisht, ne synojmë të integrohemi në BE dhe nga ana tjetër thuajse asnjë prej vendeve të BE-s me përjashtim të Hungarisë dhe të Bullgarisë, mos gaboj, kanë aderuar në këtë bord. Pra të gjithë janë rezervuar, disa kanë shprehur qëndrimi kundër që e kanë refuzuar ftesën, të tjerët kanë pritur për të kuptuar se çfarë në kupton ky bord, çfarë synon të bëj, si do qëndrojë në raport me Organizatën e Kombeve të Bashkuara në cilën edhe Shqipëria është vend antar me drejta të plota. Dhe nuk e di nëse nga diskutimi këtu dikush do ja dalë band të më shpjegojë se çfarë funksioni ka ky bordi, çfarë qëllimi ka dhe çfarë do të arrijë, domethënë që ta konsiderojmë si një hap që të mbështetur nga poezia dy luan. Oredi shumë e bukur, ka qenë poezi ti e Brezili dhe kam dëgjuar. Dy luan ka sot bota, një Azia, një Europa. Domethënë në vera hoqë është ai atëre po. Atëre bordi i paqes është një platformë që ka ngritur sapo na thot regjia, thot presidenti amerikan nuk mund të preket me dorë. Na vin nga regjia kështu si informacion juridik. Me protokoll, do me thot. Me protokoll, thot, nuk mund ta prekësh me dorë. Biles unë kam parë presidenti rus, kur vajti ta prekte njëri. Unë ta thash, më duket se është lejim që i ka bërë, është lejim dhe është hapësirë që presidenti i Shtetit Bashkuara ja ka lejuar.